Si mendoni, çfarë teknikash mund të përdor klasa politike dhe ndoshta është duke përdorur për të kapur SPAK-un dhe sistemin e ri të drejtësisë, dhe nga ana tjetër si duhet të kundërpërgjigjet vetë SPAK-u nëse ka përpjekje konkrete për ta kapur apo për ta shantazhuar? Shiko, përpjekje për ta kapur dhe për ta shantazhuar ka pasur vazhdimisht si nga Edi Rama dhe nga Sali Berisha. Ata me çdo kush duan të vënë SPAK-un në kontroll. Nuk do t'i arrijnë dot sepse e kemi thënë dhe në intervista të tjera që SPAK-u nuk është krijesë e Edi Ramës, as e Sali Berishës, as e klasës politike shqiptare. SPAK-u është krijesë dhe institucion i ngritur, i financuar, i paguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpasoj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk çojnë asnjë dollar di qoftë dëm për interesa X-it apo të Y-it, por këtë vepër, këtë strukturë e kanë ngritur me qëllim që të godasin komplet korrupsionin në Shqipëri. Dhe korrupsioni në Shqipëri nuk është në bazë, është në kokë, është në qendër. Në dash tek partia e Sali Berishës, te partiçka e Sali Berishës, o partiçku po tani ajo, ndash dhe tek rilindja e Edi Ramës, rilindja e Partisë Punës së Shqipërisë. Pra këta janë një lloj, këta janë tregtarët e drogës dhe pikërisht këta e luftojnë SPAK-un. Nuk e arrin dot, kot lodhen, sepse shumë shpejt do marrë pushtetin në dorë qeveria teknike që është ndërtuar thuaj 20 ditë përpara, dhe këta do përfundojnë në koshin e plerave të historisë. Qoftë Salihu, qoftë Edi Rama dhe gjithë lukunit e tyre të ujqeve të qendrëve të tërbuar që kanë me vete, që i kanë siguruar në lista të mbyllura dhe menduan se me që do bëni këto zgjedhje, me që fitoi zgjedhjet Edi Rama, me që kanë bërë dhe pazarin me Sali Berishën, menduan që gjithçka e kanë në dorë ata, janë në rregull, me njëri tjetrin në rregull janë, thonë edhe punë e madhe. Ata e dinë mirë se ç'pret. Ata do vënë në burg. SPAK-u nuk preket nga kurkush, nuk ka forcë në botë që ta prek SPAK-un. A mendoni se qeveria teknike mund të krijohet me ndihmën e amerikanëve, duke qenë se vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë uruar deri më tani Edi Ramën për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit? Nuk e bëre mirë pyetjen. Dhe do të them se nuk e bëre mirë. Nuk ka pse tua mund të krijohet kur unë po të them ka 20 ditë që është krijuar qeveria teknike. Jo, mund me ndihmën e amerikanëve. Qeveria teknike është ngritur saktësisht me ndihmën amerikane. Është ngritur qeveria teknike me shqiptar nga diaspora, nga Amerika, nga Evropa dhe me shqiptar këtu brenda Shqipërisë, por jo nga pjesëmarrësit e këtyre banditëve të pasardhës të komunizmit, mbeturinave të komunizmit. Cili është roli i shqiptarëve në këtë rast, qoftë nga vendet e Europës, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pra, cili është roli i asaj diaspore e cila nuk e pranon në blok këtë lloj klase politike? Luftë e hapur, jo me armë, por luftë politike, diplomatike, në të tëra drejtimet, që kjo klasë politike të shkojë në koshin e plerave të historisë. Do vënë në burg, ka mbaruar ajo punë, janë prerë letrat, janë bërë gati dosjet e tyre, si është tani është pritur që të veprojë SPAK-u. Se di çfarë ka SPAK-u, se di çfarë ka ai Altin Dumani që nuk fillon arrestimet. Tani praktikisht nuk ka asnjë pengesë ligjore që ta pengojë dhe ta ndalojë të bëjë arrestimet. Thjesht trembet, ose është me ta, ose trembet nga Saliu dhe nga Edi Rama. Po arsye objektive për të mos filluar arrestimet më tashti nuk ka. Para pak ditësh ambasada amerikane bëri një njoftim në rrjetet e saj sociale, por edhe në faqen e saj, ku theksonte që shqiptarët, nëse kanë informacion të caktuar, të denoncojnë te DEA amerikane trafikun e drogës dhe kokat e krimit organizuar. Ju si mendoni, çfarë mesazhi është ky i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pse ambasada amerikane e bën një njoftim të tillë për t'u adresuar te DEA amerikane dhe jo te organet ligjzbatuese shqiptare?
Dea amerikane i ka të tëra gjërat gati në qoftë se do shkoj, do inspektoj punën e Ministrisë e Drejtorisë së Policisë së Shtetit në Shqipëri. Sepse policia e shtetit e din dhe gurët e udhës, që është policia e shtetit që e shoqëron drogën, që nga mbjellja në për lubinat e lumenjve, e në për pyje, e në për vende të fsheta, deri tek importi i kokainës që vjen nga Meksika apo Kolumbia apo Ekuadori dhe shkarkohet në portin e Durrësit dhe shpërndahet. Policia e shtetit zotëri di gjithçka, të mos fshin pas gishtit, o të dalën me burëri, me ndershmëri, të denoncohen nga krimi, në qoftë se janë ka ngelur në një pasër nga ata, se zakonisht këta që merren me këtë punë nuk janë pasër, kanë marrë para. Dhe ata narkotrafikantët i kanë në dorë, i kanë kastruar me fjalë të tjera, edhe ata nuk lëvizin dot. Prandaj ka ardhur DEA dhe shpresoj që DEA, duke marrë dokumentat në dorë, duke bërë kontrollin e hyrje daljeve në portin e Durrësit apo dhe hyrje daljet e shqiptarëve të njohur që merren me këtë punë, e ka fare kollaj që ti gjej dhe ti arrestoj. Unë atë pres. Pak ditë më parë në Tiranë ishte një prej zyrtarëve kryesor të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, i cili përcolli porositë e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i kërkuar qeverisë shqiptare që të luftojë kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Ju si mendoni, çfarë mesazhi është ky nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe a mendoni se këtë radhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë seriozisht për të luftuar krimin organizuar dhe trafikun e drogës në Shqipëri? Do e filloj nga fundi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pasur dhe kanë dhe do ta kenë shumë seriozisht luftën kundër karteleve të drogës dhe narkotrafikantëve në Shqipëri. Por ka pasur besim që krijesa e prokurorisë posaçme, SPAK-u dhe BKH-ja do punojnë me ndershmëri dhe do kapin, do zbulojnë, do arrestojnë të tërë trafikantët e drogës, qoftë ata që janë në kupolën e qeverisë, siç është mbi fjala Taulant Balla me të tjerë, qoftë edhe kryeministri, qoftë dhe ajo zëvendës kryeministri e tjera, i kanë të tëra në dorë zotëri. Pjesë deri tani i ka penguar SPAK-u, SPAK-u nuk ka kryer detyrën që të hënën e kaluar, të shtunën e kaluar si sot, nëpërmjet misionarit të vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i thanë Altin Dumanit filluar arrestimet, duke filluar nga java e tanë, duke filluar nga jana që kaloi tani. Altin Dumani nuk e bën këtë gjë. Dhe unë besoj që nuk do ta bëj, sepse Altin Dumani është i shantazhueshëm nga Edi Rama dhe nga pasuritë që ka. Sepse dhe Altin Dumani ka pasuritë që ka deklaruar dhe e di ai ku është ngorën Gozhda, kur ka zënë Gozhda. Kështu që për mendimin tim, ai duhet zvendësuar urgjentisht me një njeri të ndershëm, të besueshëm, që të mos jetë pjesë e shantazhit të Edi Ramës dhe të Sali Berishës dhe të planeve të tyre, dhe një njeri që të bëjë detyrën. Altin Dumani nuk do ta bëj, nuk do filloj arrestimet, po të them unë. Është prekacak ose është i kapur prej tyre. Dy gjëra janë. O trembet, o është i kapur prej politikës. S'ka arsye tjetër. Të tëra rrugët e tjera ka të hapura, të lira, mbështetjen amerikane ka,